hoxhe. Po. Po kur shohim ëndra plus 18, ka ik shitoni, ka ik. Po kur shohim ëndra plus 18 në gjumë, si mja bo? A kupto bese plus 18? Po, e kuptoj, nuk prishet agjërimin. Do të thonë, çohesh, lahesh dhe nuk prishet agjërimin. Pra edhe nëse shohim gjatë ditës këto ëndra le të themi, nuk prishet Gjatë agjërimi. ditës e? Nuk e ndërop gjatë. Po pra dikush flen gjumë gjatë ditës, gjatë natës, nëse natë nuk ka problem se në kohën që s'ka problem, ama gjatë ditës nëse ne flejmë gjumë, edhe shohim në ëndër plus 18 si thotë, nuk prishet agjërimi. Si kupton ti? Është ëndra me sy hap. Tash ku shohim ëndrën e me sy hap, prandaj. E zoti trujta. Zon ëndra me sy hap nuk lejohet me pa. Jo, s'lejo sepse pastaj bie që të prishet agjërimi. Pra nëse ne shohim diçka me dashje, edhe ejakulojmë, prishemi, do të thonë kështu me dëshirë, shohim diçka, gjatë ditës agjërimi na prishet agjërimi. Zoti ta shpëlbej. Amin u jak.